Po, na kemi qenë te prezidentja ka mungu, do më thënë veç 2 partia e komunitetve, dhe kemi pas një takim shumë konstruktiv, dhe në fund, do më thënë, kur kemi dalë, kemi veç një gjë ka qenë se jemi të prit partia shqiptarëve me bo marrëveshje me zveti, edhe zonja prezidenti ka lënë edhe një kohë shkurt, krejt me qëllim ndoshta na mundemi me dalë me një marrëveshje, nëse jo ka me drejtu në kushtetut. Na e dim se do më thënë përgjigje për anën e kushtetutës mund me vënu praktikisht 2 muaj, edhe nëse nuk është, do më thonë, formulu decidivisht qësh mundemi me dalë për këtë krizë, mundemi me vazhdu me krizën, edhe këto është shumë keq për shtetin Kosovë, në fakt nuk varet prej neve, jemi të prit, dhe ndoshta edhe sot në seans mu me ndollë na i sen, por prapë se prapë jemi këtu ku jemi, dhe nuk është mirë për asë një anë. Faktë është se nuk ka vot për me dalë prej këtë krizë, prej këtë momentin, dhe në fakt jemi veç të pritë. Do të asë sot në televizjave vendosje do tjetë me... Votimi i fshehtë, po situata ka me qenë njëtë. Edhe nga? Po. Ju vazhdamin të një qëndrimi që jeni opozit dhe nuk keni vot për vendosje? Po. Por sa mendoni se po i kushton vendit ky ngërç i hapur politik? Po shumë. Dhe do më thonë është interesant këtë inati politik të na, edhe prapë se prapë mendoj se një anë duhet me pak me lishupe, sepse qështu jemi blokum, edhe nuk mundem asun vetë, do më thonë, me qyrë me njëre qësh mundemi me ndalë për këto. Me 54, 55, 56 vota nuk janë mjaftueshëm, edhe gjdo 48 orë vërtet nuk... Ndoshta është mirë, jemi të prit vendimi i gjykatës edhe për votimi i fshehtë, ndoshta të hanën, që shtu kemi folë edhe me prezidentin, dhe veç me këqyrë ndoshta prit hanën mundemi me vazhdu, bile me bo një hap ma konkret ma tutje. Faleminderit shumë. Falë? Jo, grupi AK ka dorëzu, tash na jemi veç të prit. Faleminderit shumë. Serbia sa i përket votës tuaj për kryeparlamentarën për edhe votimin e qeverisë. A qëndrojmë këtu pretendimin e së shënavonë nesër? Jo, do më thonë, në asë një menjur, do më thonë, bashkëpunim mes partia cili une përfaqësoj edhe ana tjetër nuk ekziston, dhe këtë herë në fakt na asë nuk kemi pas presion. Herën e fundit unë shkova deri Gjykata Supreme me këtë problem edhe kam fitu në Gjykata Supreme. Këtë zgjedhje nuk kemi pas asë një presion. Në fakt asë një partia boshnjakve, asë partia teme nuk ka pas asë një vot pre anën e serbëve, edhe në fakt une nuk kam panë cili minjur ata kanë mundësi bile me bo presion. Mos marrëveshje, mos kuptim, mes meje edhe me vetëvendosje, do më thonë janë edhe me qeveria Kurti 1, edhe me qeveria Kurti 2, do më thonë edhe në koha kampanjas, edhe në koha pas kampanjas, do më thonë pas pushatës edhe këtu jemi ku jemi, unë jam shumë sigur se vetëvendosje din qëndrimin që Leone kam pas, edhe pas këtë deklarata kam pas shumë presion për anën e Kosovës, dhe vërtet kam përjetu një kohë shumë vështirë, por kam dalë për këto, sepse kam faqen e bardhë dhe qëndrimin tem unë nuk e ndryshoj. Faleminderit.